Çfarë ka sot? Çfarë ka sot? Eja, Uli, se na more mend. Mirë se erdhe, Juli. Çka ka? Ku jemi? Gëzuar për çfarë? Çoda, ti je? Gëzuar të gjithëve Shën Valentinin, vajza. Urdhëro, po ishte me datë 14 më njëri s'ka ne gjotë që ne ishim të zënë me pushime dhe ne tash e urojmë, s'ka si problem. Vajza, si ma ka lut një herat Shën Valentin? A morët në i dhurat? O, zot, duket se kush e pas ka festuar këtë Shën Valentin. Duket nga entuziazmi. Tani, Gjemi, si ma ka love më Shën Valentin. Lëre morti këtë Shën Valentin, sa unë kam 2 ditë pa gjumë. Pse moj? Po se tani merë në valët. Nga që ka Shën Valentin? Nga që ka Shën Valentin, hajde të hiqja mëndjen nga Shën Valentini. Dhe qa bëre? Ja, iq, duke menduar. Çfarë bëre për të hequr mëndjen nga Shën Valentini? Juli, bolu tale. Bolu tale. Juli bale ke le bote ti ta papa Juli lele. Pra Gjemi vazhdon pra gjuhët e saj të huaja që janë sa po kaluam diku në rënojat e në rrethinat e Indis. Bolu tale Juli. Tale Juli bale. Po. Jo, mos më qesh mua. Se është për të qenë. Se ende nuk e kam për ty për deklaratën e doktorit. Që tha se skenari i Ramës tek protesta e fundit ishte që ai të vriste 4 protestues. Jo, më fal. Jo, mos ma kalo mua kështu ti. Jo, mos pa e kaloj, po si nga që sa kam përmendur më përpara dhe ti mendon se unë nuk e kam dëgjuar, nuk e kam vënë re. Po tim sqaroj si mund të ri robi në shtëpi për Shën Valentin dhe mendoj për doktorin. Po jo sepse më dogji shumë ajo 4. Pse 4 dhe jo 3 për shembull? Po tash i ka folë pa ndërgjegjësia. Janë vra 4 kot ati. Vritin 4 kot ti. Ta kompensojmë. I ka folë pa ndërgjegjësia. Ta barazoj thua ti. Ta barazojmë, po ta barazojmë. Dgjoj tani se nuk jam e vetmja që s'm ka zënë gjumi për këtë. Edhe fonin. Nuk e festoj këtë Shën Valentin. Ora, keni Shën Valentin ju, mor. Jo, nuk kemi. Unë dhe foni, jo. Ja, po na intereson shumë opinioni. I ka pyet njerëzit. Po patjetër. Po këto që pyeti foni, a kishin Shën Valentin këta apo mendjet e doktorit gjithë, Kishin Shën Valentin. Jo, dëgjoj një. Ta gjej. Berisha tha se Rama ishte përgatitur për gjakdertje, do vriste 4 protestues. Pse 4? Dhe jo 5. Apo të barazoj me 21 janari. Nuk ja plotësoj dëshirën këtë. Shikoni. Berisha në vrasës. Edhe ai për këtë punë që në dje. Edhe ky s'po i vret. Është ky i pa aft. Ky nuk është i pa aft, po ky nuk i vret. I vret ai. Ky nuk vret njëri. Ky që për t'i vrarë. Pristi zemërim në tyre. Një njeri që s'më mësuar me gjak doj. Këtë se diu. E di unë, ja, pa dhe mu. Dyre marri pushtet, ne dyre vëri me gjake me shkatrime. A e kuptoni çfarë paniku të merri keni ju? Rama nuk vret asnjë. Jo 4 e 5. Po ai na ka vrarë gjithë dhe se na kalon në shtrum. Ai e ka vrarë kështu popullin. Ai nuk ka budalla me armë. Del pa armë dhe të vret. Aja pa armë, ai të vret nga dal. Me pambuk. Po, me ato, Shkopit. Bam. O të fshifti i thuaj, mund mendje i thuaj. Po ky si ja bëri qefin ky? Po kishte vënë në skenar, Edi Rama të vriste. Edi Rama nuk është mësuar me të vrarë. More vesh. E kish par skenarin ti thua s'kishte. Kish par skaletën. Ka par sytë e tia që ti përcasin e ti mbaj mund plamdorës. Mos revoltoni rinin. Respektojeni. Neta e jëma njëre ka bërë Edi Rama. Ç'do të thotë kjo? Edhe ja do të thotë kjo që nuk është mësuar me të vrarë, po është mësuar me dashnjësinë. Ashtu. Dhe i do njerëzit një lloj si vetja. Ç'të bëj se jam këtu në rrugë pa e di unë se ç'përgjigje doje ti. Po ha, jepe. Jo, nuk e japun. Jo, jepe. Do vish një tjetër. Mos më bon në vrik, se merr mi vesh dhe ndryshe pastaj. Si merr në vesh? Me fjalë. Edi, po Edi s'ka vrarë në njëllë. Edi ka vjedhur, po për të vrarë s'ka vrarë.
Për të vrarë ka vrarë Saliu. Edi, ka vjedhur, jam dakord, ka vjedhur, e ti ki me që ka vjedhur. Por ama nuk ka vrarë. Po pse s'vrau, pra? Jo, po nuk vret Edi Rama. A, e sigurt kjo? Po sigurisht, a i zre do të një pullë të vras njeri. Ata kur dhe thënë një pullë, thresin gjithë lagjen. O lagje, ecë të thënë një pullë, o lagje, ecë të thënë një pullë. Nuk i vret, se si dhe vrisë njerëz, a që dhe vrisë Rama me policin që e ka vetë në kontrol. Hajdut ligun e ka vetë, pse do të i vrasi njerëzit? Jo, se për 21 janarin, a i tha atëre që ishte grush shteti. Po tani, pse, po qa skenari do kishte Rama, pse du t'i viste për 4? Se mund ishte grush shteteve. Qa bën më, qa më fut? Se nuk fillon me dorë trokitjen e njerë. Qa më fut në këto të shirë? Vjen keq. Tani, iko i muhabet, ati i fitoj e pandërgjeshme, e tha se numri 4 më është numër 4, atje 4 këtej. Compensation. Me gjithate Gjemi, për të dalë pak për të nxjerrë dil doktor nga mendja e Gjemit. Po doli doktori, kush do futet? Po jo më, po rriher. Po kjo mendje nuk rrihesh, do punoj. Po rriher pushim. Më lexon ndonjë hall aty të bëj. Në 069 33 33313 është numri i vënë dispozicion nga ne për ju dashur miq, që keni probleme halle e kështu me radhë, që ju i dërgoni pastaj me video, foto e me mënyra të tjera. Tani do rrim në Tiranë një herë. Mënyra të tjera, po me raketa nuk do t'i sjellin, pra. E pra në kuptimin me mesazhe me gjëra. Në Tiranë rrugët thot janë të shkatruara. Një qytetar na ka nisur këtë video. Na ka nisur diçka të pa dëgjuar dhe të pa parë më parë. Tani, përshëndetje Juli dhe Gjemi. Këtu jemi në rrugën Zeqir Lika, ose 1 kilometër nga zona 21 dhjetorit. Ose, thot, 1 kilometër nga shtëpia Julit. Epa! 1 kilometër nga shtëpia ime. Ka nevojë ta di publiku ku e ke shtëpinë, Juli, se do bëhen protesta. Po mendoj në Çrreze është kjo rrugë. Në këtë lloj çfarë rrugë është kjo? Po çfarë rrugë më kjo që nga një kështu si shteg lumi, ku në për të dil ka dhe pak tokë. Pra thot 1 kilometër nga shtëpia jote o Jul Deta thot. E imagjinoni çfarë heqim për ditë në këtë rrugë. Shikoni pak. Përshëndetje Juli dhe Gjemi. Këtu ndodhemi në rrugën Zeqir Lika, ose 1 kilometër nga qendra, nga 21 dhjetor. Ose nga 1 kilometër dhe nga shtëpia jote, Juli. E imagjinoni se çfarë heqim ne çdo ditë. Po hajtë se makinës po ja bëjmë halal. Po njerëzit si mund të kalohet në këtë rrugë? Dhe e dini kush është justifikimi këtyre? Se jemi ankuar dhe në një simbashkiake, edhe në portali Shqipëria që duam e që s'duam, dhe thonë që është zonë në zhvillim. Ka 30 vjet. Kemi të paktën 10 vjet që dëgjojmë këtë histori në zonë në zhvillim. Po sa mund të zgjasi kjo? Kjo mund të zgjasi pafund. Ne kështu do vdesim. Mos do na shkel një këmbë në asfalt. Nuk e di. Po mundohem të kuptoj se ku është, se ku në Çrreze afër shtëpisë time është kjo, po që ka një turp i vërtetë, e kupton? Dhe për sa i përket zotërisë, lodhet kot në portale të tjera, po hajde, e nxorëm ne dhe shpresoj që bashkia të marrë në një mas dhe me të mbaruar ky Tani që shiu. mori vesh bashkia që ke shtëpinë ti këtu. Do e heq edhe atë pjesë që duket. Kur të sjellun në këtë emision video tamam nga shtëpia ime atje, shoh vërtet ç'bëhet. Nëse do shkojmë çik në Lushnjë. Kjo video i përket një fabrike në Golem në Lushnjë, thot. Kjo është një fabrikë e vaj të ullirit, e denoncuar edhe më parë nga Fix Fare. A ka marrë zjarr fabrika? Jo, nuk ka marrë zjarr fabrika, po fabrika bën këtë ndotje këtu. Ja ta të lexoj. Këto shtëllunga gjigante tymi përhapen në tër Lushnjën, duke ndotur ambientin. Qytetarët janë ankuar disa herë, madje edhe në emisionin edhe këtu pra në Fix Fare, por asnjë mas nuk është marrë nga institucionet përkatëse. Duket sikur fabrika po djeg vaj. Po, është bë për motor fabrika. Është bë. Tani, meqense që ka një rast i përsëritur pra në emisionin ton, unë shpresoj që të mos përsëritet më, se pastaj qohet Gjemi nga këtu dhe vjen me shpejtësinë e Harabelit për Lushnjë dhe tak! Po ç'është kjo punë kështu? Lëre morë Harabelin. Shkojmë të këthoni për sot. Lumturia vjen kur ndalon së krahasuar jetën tënde me jetën e të tjerëve, shumë e vërtet kjo. E vërtet. Ja, se sheh Juli për shembull Instagramin tim edhe bëhet keq me veten. Shoh Instagramin e Gjemit dhe them hajt bëjmë dhe unë si Gjemi. Prandaj nuk duhet flokët verdha për shembull.
krahasoni jetën e tjetrit me tuajën. Nuk e krahasoj. Fare. Për më tepër njerë kur e shikoni atë të pasuruar në rrjetet sociale, asgjë nuk është e vërtetë. Nuk e dua për shembull jetën e gocave. Është jetë e mundimshme duke kërcyer gjithë ditën. Nuk e dua. Duke bërë padjeshka. Duke bërë padjeshka. Le parzon. Bësh ti padjeshk, për shembull, pa nxemje. Padjeshk, unë padjeshk, po s'm ke pa mu si hidhem ftapa pau. Po bëj të. Si thes mielli aty. Për çdo problem ose informacion tuajin, Fix Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin ton do të ndiqet nga gazetarët e Fix Fare. Bravo vajza, bravo. Vajza si gjithmonë të shkëlqyera, po aq të shkëlqyera ishin edhe tek performanca e Alvanës në Big Brother i Pebes. Ai meriton një dorë trokitje, krenaria Fiksi. Na bët krenar. Tani, me qenë se jemi në këto momentet e qeshura, tani themi pak në të kundërt. Për çfarë për shembull Xhemi mund zihen ose mund shamatosen shqiptarët? Shqiptarët, jo unë me ty për shembull, se unë me ty ziem edhe pse të pa bukën, e kupton? Po, ne dy ziem edhe duke ngrënë baklava, po them shqiptarët në përgjithësi, më thuj disa, një. Për shembull, pse mpesh është një nga 90% e tyre. Momentet që ne nuk e përballojmë dot fare. Pse mos e shihni shtrem me njëri tjetrin se ziheni. Po, tjetër? Për parakalim gabuar, për shembull, kur në zë rrugën. Edhe parakalim gabuar ashtu, del gjysmë trup edhe kështu. Over ti! Over! Etjera. Po, tjetër? Baj gojen. Po, për parkim, për shembull. Vjen ti dhe më parkon mua makinën në shtëpi. E kupton para shtëpisë. Po bllokon derën e shtëpisë. Mos më lëviz. Te parkimi i gabuar më rri. Më qëndro. Kemi një rast të tillë. Kemi një rast i cili nga kjo që e nisim ne kështu si me shaka, në fakt për pak sa s'ka përfunduar në tragjedi, që është e vërteta. Tani bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur në 15 gusht të vitit kaluar, pra vitit 2025, ku një person... Pas ka kohë si ngjarje. Po ka kohë. Një person i cili lë makinën, po punë... Minutash më ras, nuk di, për sa hap e mbyll syt. Këtu fillon konflikti. Po mirë, mos e ka lënë në prom private, Juli. Jo, pra... Në parkim privat. Jo, nuk është në prom private, e ka lënë në një zonë tepër publike. Kretë, normal, ma e ka lënë, po ka pasi punë qëllë si ka. Pa ja vlen e gjitha kjo mu këthy në një sherr aq të rënd, sa zotrin, pastaj janë mbledhur atje se ka plas sherri, e kanë goditur me çekiç në kokë. Me çekiç në kokë? Me sendet forta pra në kokë. Tani besoj që autori është e arrestuar, sepse kemi të bëjmë me tentativë për vrasje, qëllësh tjetrin me çekiç në kokë? Thuti. Po them unë? Thuti që je normal. Por ajo që na bën ne çudi dhe pse neve po merrem me këtë rast se policia, prokuroria dhe policia, po prokuroria sidomos, e ka cilësuar këtë ngjarje ose këtë veprim si një plagosje të lehtë me dashje. Plagosje lehtë me dashje me çekiç? Dhe për këtë arsye zotëria sot është thjesht me detyrim paraqitje dhe nuk është i arrestuar, nuk është në burg apo kështu me radhë. Tani, kjo neve na bën çudi, si ka mundësi? A ka patur pamje, Juli? Jo vetëm ka patur pamje, po prokuroria ka parë pamjet me motor. Ka parë pamjet. Prapë ka cilësuar si plagosje të lehtë me dashje. Dhe këtu është pikpyetja që ne vëm, ç'ne mbasi ti ke parë pamjet, mbasi ti e ke konstatuar pra si veprim, mbasi zotëria i cili është goditur edhe sot e kësaj dite vuan pasojat e atij sulmi? Unë them Juli të ndjekim ankesën një herë, të shohim edhe pamjet dhe pastaj e gjykon vetë publiku. A është kjo një plagosje e lehtë me dashje? Apo është një tentativë? Në çfarë vendi jemi këtu? Këtu ndodhemi aktualisht në shtëpinë e prindërve të mi, zoti Talia Haruni. Pse jeni drejtuar emisionit Fix Fare? Cili është problemi juaj? Jemi drejtuar emisionit tuaj për një çështje që ka ndodhur në datën 15 gusht të vitit 2025, lidhur me një ngjarje, unë e cilësoj nga ana personale shumë të rëndë. Vllai pasi ka parkuar makinën jashtë portës të fqinjit ton, zotit Lefter Kureta, aty ka ndodhur një konflikt shumë i rëndë. Vetëm theksoj që rruga është publike, është rrugë që kalojmë të gjithë. Nuk është as prom private, as rrugë private. Përse vllai ka parkuar makinën punë minutash dhe i ka shpjeguar që po e lë 2 minuta sa të shkonim unë edhe motra tjetër dhe do iknim. Zotria ka nisur me ofendime banale ndaj vllait dhe bashkë me djalin e tij Ferdinand Kureta kanë filluar që ta qëllojnë edhe ta rrahin. Djali i tij ka vendosur duart në fyt fillimisht, duke e rrahur me grushta.
Dhe zoti Lefter Koreta e ka qelluar me çekiç nga mbrapa kokës, gjë që vllai im mund të kishte mbetur sot e kësaj dite i vdekur dhe ka dhimbje shumë të tmerrshme të kokës. Jemi drejtuar emisionit tuaj sepse ndihemi të pambrojtur, si nga prokuroria edhe nga gjykata. Prokuroria nuk ka marrë në shqyrtim kërkesën tonë që për hetime shtesë dhe shumë gjëra në dosje nuk janë të vendosura, madje unë e cilësoj se janë të hequra. Kemi pamje filmike. Pamje filmike të ngjarjes. Të ngjarjes. 15 gushtit. Po, të 15 gushtit. Unë kam qenë një prej të dëmtuarave, babai edhe motra. Nuk kemi fare të cilësuara në dosje, nuk kemi të përmendura fare. Si viktima? Si viktima, patjetër. Por viktima kryesor theksoj që është vllai, që ka goditjen me të qepura në mbrapa kokës, gjë që janë bërë me ekspertiza mjekoligjore, si nga për babain tim, si për motrën, si për vllajin, si dhe për mua. Pas ngjarjes, personi që ka qelluar ndaj jush, ndaj vllajt më shumë dhe ndaj jush, familjes, u arrestua, u procedua? U procedua penalisht, u arrestua, brenda ditës ka dalë, e kanë gjerë me arrest shtëpie, gjë që se kishte fare problem, vazhdonte me të tjerë, me ofendime, vazhdonte dilte nga shtëpia, bënte pazare, gjë që e kemi kallëzuar dhe nuk janë marrë fare parasysh nga policia, nga asnjë organ kompetent. Tani aktualisht që flasim, gjykata e ka cilësuar çështjen që nuk kemi absolutisht në mënyrë kategorike dakord, e ka cilësuar si plagosje e lehtë me dashje. Ka shkuar çështja në gjykatë? Po, janë bërë 2 seanca dhe në datën 18 është seanca e tretë përfundimtare, gjë që e kanë çuar me gjykim të shkurtuar, që nuk jemi dakord. Pasi po të kishin marrë në shqyrtim hetime shtesë, apo të kishin parë prokuroria dhe gjykata, të kishin parë pamjet filmike, nuk cilësohet plagosje e lehtë me dashje, po cilësohet si vrasje në tentativë. Po të shikonin pamjet filmike. Keni dhe pamje filmike, ka pas kamera sigurie? Po, kamera sigurie. Mendoj se haptazi për mendimin tim, ndoshta bëj dhe gabim që shprehem, zotria në fjalë ndoshta mund t'i ketë paguar mirë, edhe janë cilësuar ata si viktimë dhe jo ne në këtë rast. Po t'ishin parë siç theksoj pamjet filmike dhe t'ishin bërë hetime shtesë, gjë që prokurorisë nuk i kushtonte asnjë gjë të bënte hetime shtesë, por që nuk kanë dashur, e cilësuan direkt me gjykim të shkurtuar, do ishte ndryshe trajtuar çështja, sepse po të mos ishte xhaxheshka ime nga pamjet filmike, ti tërhiqte vllai tim dhe zotris lopatën, vllai tim do t'i kishte çar kokën. Se kishte edhe mjetet e tjera përveç çekiç. Sëpat, po, e përzuri i biri i tij Ferdinandi me sëpat, janë në pamje filmike, edhe me lopatë dhe duke qartë që lopatën e ka hequr nusja e xhaxhait tim nga dora, zotris sa do t'ja kishte hapur kokën vllai tim me atë. Përveç se goditjes me çekiç, e dëmtuar jam unë, pata shëmbje krau, goditje në vetull, në gjithë trupin. Tani... Ja, po, kam përshtypjen që prokuroria nuk i ka parë këtë pamje filmike, Juli. Po, i ka pa pamjet, por ajo që neve... Ka parë pamjet që këtu janë plagosur edhe të tjerë? Dhe jo vetëm vllai... I kanë parë, po i kanë hequr ato, kanë thënë shiko, po mbajmë vetëm këto që na duhet për t'i thënë këtij që ke bërë një plagosje të lehtë me dashje. Tani, problemi është pse kemi ngritur një pikë pyetje dhe pse tani gazetarët e Fiksit do merren pikërisht me dosjen hetimore të këtij rasti, sepse është e vërtetë që ti si organ po them prokuroria gjykata, po. E ke pamjen, ke personin, ke dëshmitar. Ke disa persona të plagosur. Disa persona. Nuk është vetëm një person. Dhe përsëri ti arrin të thuash që shiko kjo është një plagosje e lehtë me dashje. Do thotë që ti ke situr pamjet. I ke situr sipas interesit, se kështu i bie. Dhe plagosurit janë dhe me raport mjekësor për më tepër, ë? Pikërisht. Nuk është se vetëm thjesht mund ta thon vetë që u plagosëm. Po ne si jemi as jurist as një gjë ti xhemi, po ne mendojmë që nëse një person goditet në kokë ose edhe në trup me mjetet me sende të forta, është një tentativë e pastër për ta eliminuar fizikisht, se s'ka kuptim tjetër, se plagosje e lehtë me dashje është edhe ku diun. Ja. Tang e vrava unë Gjemi të të dora, të shi Gjemi do qanë 2 ditë të shi. Gjemi qohët e me karigën. Jo, kjo është tentativë. Bukuri. Ta ndjek i pak, si vazhdo një historia. Bie shmua më. Jo më së zbërë gjë, pas të shatë më, ja,
Ferdinandi nuk është proceduar fare për asnjë lloj. Ferdinandi? Është i biri Lefter Koretës. Ai ka qelluar. Po patjetër është edhe në kamerë duket shumë qartë që kishte edhe lopatën në dorë që ka hequr gjatë gjeshkajm dhe zanafilla i pari fare ishte ky zotri. Në dosje shkruhet se Algend Haruni ka mbetur i dëmtuar nga Lefter dhe Ferdinand Koreta. Babe Bir u shoqërua në komisariat, ndërkohë që Algenti shkoi në spitalin e Vlorës për shkak se kishte mbetur i dëmtuar me sende të forta në pjesën e pasme të kokës. Prokuroria shkruan se patrulla ka bërë dorëzimi, sekuestrimin dhe kthyrjen e sendit që kanë. Ky send ka rezultuar se është me bisht të kuqe blu dhe ka përbërje kallçuku. Në bishtin e tij ka mbetje llaçi dhe kole. Ka një gjatësi 36 cm. Në pyetje është marrë 26 vjeçari Algend Haruni, i cili ka deklaruar se kanë qelluar në SPAT dhe Babe Bir e kanë ndjekur. Më pas e kanë qelluar me lopat. Sipas tij, ata kanë qelluar edhe motrën e tij dhe në dorë kanë pasur çekan. Akta akuza përmban disa dëshmi ku autori Lefteri ka deklaruar se ka qelluar Algendin me një çekan gome në qafë dhe më pas është futur në banesë. Në dosje është vetëm një fjali për pamjet filmike, duke shkruar se është bërë administrimi i pamjeve filmike të banesës në afërsi të vendit të ngjarjes. Por asnjë detaj se çfarë veprimesh kreu autori, çfarë veprimesh kreu djali i tij apo dëmtimet e antarëve të familjes Haruni. Duke qenë se goditja ka ardhur me mjet të fortë pas kokës, me të çara të thella, duke i rrezikuar jetën, ngjarja është regjistruar fillimisht plagosje e rëndë me dashje. Më pas, prokuroria ka administruar raportin mjekoligjor që përcaktonte dëmtime mbi 9 ditë. Në bazë të këtij raporti, akuza ndryshoi në plagosje e lehtë me dashje. Hetimet janë bërë me shpejtësi, pak qyrë më parë filmimet apo për të parë veprimet autorëve. Ndryshimi i akuzës nga plagosje e rëndë në plagosje e lehtë favorizon dukshëm autorin, duke qenë se është miratuar edhe ligji për dhënie amnistie. Kjo ngjarje rrezikon të mbyllet pas një të dënuar, teksa konflikti mes dy familjeve është ende i hapur. Na shteti nuk po ndjehemi fare, as të mbrojtur, as që po na japi një zgjidhje. Kjo është një sherr akoma i hapur që nuk dihet se si përfundon. Ju jeni komshin. Drejtësisht. Po, jemi ngjitur, portat ngjitur, muri ngjitur. Nuk ndjehemi fare të mbrojtur, as nga prokuroria, as nga gjykata. Zonja prokurore Eva Zeneli nuk e di se si e ka trajtuar në këtë mënyrë çështjen. Po të kishte parë ato pamjet filmike, unë nuk e di. Nuk e di se si e trajtoj në këtë lloj gjendje veprën. Si dhe zoti i gjykatës, zoti Uran Korra, nuk e di se si e mori këtë vendim me gjykim të shkurtuar direkt. Ju kërkuat gjykim normal. Po. Shqyrtoshin gjitha provat, të pyeteshin gjithë dëshmitarët. Muam edhe dëshmitar dhe hetime shtesë. Për këtë gjë që të shikoheshin dhe pamjet filmike, në dosje të futeshim dhe ne që nuk kemi futur, duket lopata shumë qartë, duket SPAT-a, madje kanë ngritur edhe pllak të madhe guri për të goditur, gjë që atje në përkëm ka pas fëmia i motrës tim, fëmia im, ndërkohë në përkëm të bërtitura, të ulëritura, nuk janë marrë asnjë gjë parasysh, asnjë lloj nga këto. Ore, çfarë do i bëj çopani? Kisha dëmtim të gjuri, bile bëra vizit, na vizitoj mjekoligjori, bëri proces verbale, gjitha nuk u morën për bazë asgjë. Nuk u përmendën fare në gjyq. As dy fëmijë, dy çupat e tjera. Duke që është përmendur vetëm djali. Vetëm djali. Që ka pas dëmtime më të rënda? Po, e godit me çekiç. Me çekiç, gome thon ata, po ai çekiç e kur se çekiç i gomës të bën mavi, nuk të çan. Ai u ça me të qepura. Çfarë dëmtimesh kishte djali? Po pas koke me të qepura, i qarë, te qafa i kapur, këtu për fyti i kapur. E ka bi djali Lefter Koretës. Djali ka vepruar? Djali ka vepruar, ai u ishte iniciatori edhe i sherrit, edhe s'është përmendur fare në gjyq. I pandehur me akuzë është vetëm personi? Lefteri. Jo djali vetë? Jo djali. Duhet ishte se s'bën djali, bile kishë, jo ma e djali dhe një ustaq kishë atje. Gjatë këtyre muajve, si që tha dhe vajza juaj, nuk janë bërë hetime të plota për këtë ngjarje? Po fare,
I kanë mbledhur, i kanë fshehur, i kanë quar ose ka paguar çka ka bërë zotëria, e kupton. E ka bërë të thjesht fare që ai dali pa lagur fare. Ndërkohë që zotëria ka ndetur 2-3 ditë në burg. Ka ndetur i shoqëruar, ndërkohë që është liruar. Me arrest, pastaj mori arrest shtëpie. Aktualisht është me arrest shtëpie? Detyrim paraqitje. Ja ka ndryshuar masën sërish. Ndryshuar masën, është me detyrim paraqitje. Mo dhe ti tani se pas ka qenë Çekiç Gomez, si pas asaj që shkruhet në dosje. Pas ka qenë Çekiç. Tash edhe një, po ka pas edhe Çekiç e lopata e gjëra. Tash pse një farë mënyre nga ana sociale apo nga ana, po them, etike, ku diun se çfarë, si qytetar, jemi të ndinjuar. Sepse kemi parë në këtë vend ti Xhemi, që janë arrestuar, janë burgosur, njerëz që s'kan asnjë lloj rrezikshmërie për këtë shoqëri. Të tipit s'kan pagu dritat nga 25.000 lekë në 20... Të burgosim, po. Të arrestojmë edhe nuk e shet dritë në diellit. Ore, rria tjetë dhe sa të pagusha 2.000 lekë. Pa tjetër. Ama këta që marrin varren dhe shkojnë i gjujnë dikuj tjetër, i shkaktojnë dëme fizike e tjera. Po flasim për një situatë që mund të përshkallëzojë, duke qenë se janë komshin, një muri ndan. Aty është konflikti i hapur, se aty janë. Kështu që institucionet përkatëse të bëjnë detyrën e tyre siç duhet ta bëjnë, që të mos kemi pastaj mos na përshkallëzojnë situatat në ndonjë larg qoftë tragjedi e kësaj. Të Julit gjithë problemin e kam me këtë dosjen e prokurorisë. Me ato çfarë pe që janë shkruar, ty të ngrihet një pikpyetje e madhe. Dhe dyshon ti për profesionalizmin e tyre. Ktu e ke gjithë problemin. Mo dyshoj, më po thash që vetëm që dyshoj, se s'ka mundësi kur i ke gjitha atje, i ke faktet në tavolinë dhe ti thosh pastaj jo po. Plagosje e lehtë me dashje. Plagosje e lehtë. Po pra, po, plagosje e lehtë me dashje. Po t'ishin gjitha këto raste si puna e kësajt, e këtij rasti tani, t'jen plagosje të lehta me dashje, imagjino ç'a bën në rrugët e Tiranës, e Shqipërisë etj etj. Kështu që me kujdes o miq të prokurorisë. Po bëni punën tuaj, publicitet atje, kurdo. Bravo, vajza, bravo. Po ç'të duhet ty të kërcesh? Po sa të bëj edhe si pa... Po lëre mërë se do t'hipi tensioni, mërë Juli, këtu jemi. S'ka mbaruar ende fiksi, kemi karikaturën tani. Të keqe. A, shikon, Juli? Që të pasurit nuk kanë nevojë që ta kenë valizën me rrota. S'ka nevojë, kanë shërbëtorët me rrota. E po të shi, që është bota o Gjem? A i pagun që ta ketë atë? Që ketë një rot nga mrapa? Po, e pagun. Tani zotëria, mos bëj atë punë, shkoj të bëj shkollë dhe të bëj një gjë tjetër, për shembull, po themi. Po sa ke kështu me shkollë, për shembull, dhe prap nuk kanë bërë hajër në këtë vend? Kjo është e vërtet, sepse në këtë vend mungon meritokracia dhe mbaron ti shkollën për shembull për juridik, ekonomi, financë, shkon e punon ku? Kamarier. Që profesionin nderuar është prap, por ndërkohë ka bërë gjithatë shkollë tjetër. Po secilin vend vet. Monitorime. Gati Juli? Gati, hajde. Shumë mirë. Tani, po na i bëni gati këto monitorime? Po hajde pra tash të pja gati, ja. Regjia, lutem. Edhe pak, na prit. Po një sekond tani, se s'vazhdojmë dot kështu. Po si do bëjmë? Po tani sa të bëhen gati monitorimet, po ashtu shkojmë tek Fevziu ose? Hajde shkojmë tek Fevziu. Po ndërkohë, a ma bët gati atë që kërkova të lutem? Se s'mund vazhdoj më pas, nuk mund ndërpres emisionin. Po dale se dhe atje... Pauzë edhe këtu. Po, s'jemi gati as atje, Kam një video të vogël, video është bërë në pushimin e emisionit, shiveni pak që t'jeni që të qetësoj dhe shikusit. Dhe jërë. Shkule mustaqen. Po mirë më vëtë, erë të tjera i nëzirë më shpejt, dhe qarë. Kur të shikosh se unë po nduk mustaqin e majt, ti shkrepe topin e majt. Kur të shikosh se unë po nduk mustaqin e djath, ti shkrepe edhe topin e djath. Kuptove? O regjia, po i duhen pamjet Fevziut që të qetësoj shikusit. Po që të qetësoj, moj, atje zjen. Zjarë! Dhe jërë. Shkule mustaqen. Po mirë më vëtë, erë të tjera i nëzirë më shpejt, dhe qarë. Të thash që kur të ndukur mustaqe ti shpraze. Pa shiko këtu! E që thua ti, Juli, ka folur Berisha në fundjavë. Ka folur fundjavë? Se zakonisht fundjava i bën ecje. Për çka ka folur? Po, foli për problemet e PD-s, foli për Spaku. Për Ramën. Rri se dua ta dëgjoj vet. Gëzuar Shën Valentinin. Gëzuar Shën Valentinin. Po gëzuar më doktor. Gëzuar. Hajde të dashuruar. Gëzuar Shën Valentinin.
Dhe më në fund ti Gjemi është gjetur mënyra se si të bëhet realitet shpreha puthu me Milon. Puthu me Milon u bë sot e vërtet puthu me dashsulën. E me kë duhet më u puth? Thjesht ndron Milon me dashin, vër dashin dhe e ke fiks. Sa desh të Berishës janë puth me Milon, me Taqon, Gaqon, Nanën e Ramën, në 30 vite hajtë në shkofshin. Sa desh të doktorit janë puthur, me Taqon e Gaqon e Nanën e Ramën e... Po ti Juli me kë je puthur? Unë akoma s'po puthem me njeri. As me gruan? Po gruaja s'është Taqo. Po. Puthu me Milon u bë sot e vërtet puthu me dashsulën. Sa desh të Berishës janë puth me Milon, me Taqon, Gaqon, Nanën e Ramën, në 30 vite hajtë në shkofshin. Jo kështu. Kështu puthu me Milon. As puthesh me Milon kështu. Kështu nuk puthesh me Milon. Kishte fiksi për sonte dashur miq. Ja Julis është momenti tani të të çoj në një vend shumë të bukur. Unë të vi, se s'dua të vi fare, do ikim punë time, do shkoj në një vend timin aq të bukur sa s'ka. Mirupafshim. Do të thënë ti do ikësh ande nga erdhe? Unë do ikë ande nga dua unë. Natën e mirë ma bafshi, vajza, vajza. Unë po iki rrugë të mbar, Juli. Shiti drejtimi nga iki unë, ande është më sigurt. Natën e mirë. Ciao. Gjemi, mirupafshim. Gjemi, mirupafshim.